jeni? Ekipi i spitalit rajonal Lezhë. Suksese. Infermiere, doktoresha. Respekte shumë. Dy menaxherët turq. Janë dy menaxherët turq. Hello. Merhaba. Merhabalar. How are you? Good? I'm fine. How is it going? Well? You are working. You are working. Very well. Thank you so much. Respekte. Doktorët. Pas spitalit të Mirditës, ku ishim bashkarisht dhe inauguruam, sot jemi këtu tek spitali i Lezhës. Spitali rajonal i Lezhës në fakt është në fund të punimeve të tij. Punimet kanë nisur që vitin e shkuar dhe përfundojnë brenda muajit qershor të këtij viti. Është një rehabilitim i plot, por jo vetëm i godinës, por dhe një shtesë në ambiente sa i përket shërbimit infektiv. Janë plot 4000 m2 sipërfaqe që janë ndërtuar dhe rikonstruktuar. Ndërkohë që parashikohet që krahas punimeve të kemi edhe pajisjet, edhe mobilimin ashtu siç duhet të gjithë shërbimeve. Në katin e parë këtu jemi në pjesën e hollit, ndërkohë që në katin e parë ka dy shërbime kryesore, që është shërbimi kirurgjisë edhe shërbimi ortopedisë, ndërkohë që sipër kemi shërbimin e patologjisë. Punimet deri tani janë realizuar në masën 92%. Është një vlerë 3.6 milion euro bashkëpunim mes buxhetit shtetit edhe Bankës Botërore. Me spitalin rajonal të Lezhës në fakt duhet thënë që përmbushim ciklin e rehabilitimit dhe ndërtimit të gjithë spitaleve të qargut Lezhës, Mirditën, Laçin dhe spitalin rajonal Lezhë. Ndërkohë këtu jemi në pavionin e shërbimit të patologjisë. Është një rrugë pacientë që pajisur gjithë facilitetet Me dy sistemet e duhura për ofrimin e shërbimit cilësor. Gjitha janë sistem gazë regionale, gjithë spitali është konceptuar që në moment caktuar, ngarkesën që mund të jetë nga sponshmëri të ndryshme, mund të kthehet në gjithë godinë, çdo krevat pacienti mund të kthehet në një shërbim semi-intensiv. Kjo është një ide që çdo pacient të jetë i pajisur me gjithë. Ndërkohë që në krah të godinës qendrore ndodhet edhe materniteti i Lezhës, një investim i cili ka përfunduar në vitin 2019, duke krijuar kështu dhe një urdhëlidhse mes të dy godinave të spitaleve që bëjnë dhe një komunikim më të mirë mes mjekëve, po dhe sigurisht për trajtuar çdo pacient. Sa shtretër ka? Tu kemi 100. Po. Madje kemi shtuar si që përmendi dhe ministri, shërbimin e infektimit kur e kemi ndarë. Që është ndërtuar nga e para, pra është ndërtim i ri, nuk është rekonstruksion, është shtesë. Shumë mirë. Spitali është spitali rajonal, kështu që i shërben të gjithë qarkut me specialitetet për kace. Ndërkohë këtu është bloku operator. Do kemi 3 salla për ndërhyrje operatore, kirurgjia, ortopedia dhe ndërhyrjet e okulistikës të ORL-s. Janë optimizuar në mënyrën më të mirë të mundshme hapësirat që kanë qenë, pasi bëhet fjalë për një rekonstruksion, por sa do të jenë të pajisura në gjithçka, filtrat e nevojshme edhe aparaturat e nevojshme për kryerin e shërbimit së hapësirës. Një gjithë qarku Lezhë ka gjithë infrastrukturën spitalore të ndërtuar nga e para. Godina është 3 kate, ka dhe një gjysmë kat në tokë për gjithë të pajisjet mbështetëse. Besoj për një muaj e gjysmë, 2 muaj. Po, brenda muajit qershor përfundon gjithçka. Brenda muajit qershor përfundon gjithçka, ndërkohë ekipi shëndetësor 200 mjekë dhe infermier janë në dispozicion.
Ndërkohë edhe stafi mbështetës 120 administrat edhe shërbim Gjithsesi, zoti kryeministër, nëse më jeni kjo vend jeni, pavarësisht se kemi punuar një godinë të improvizuar për këtë kohë, ne kemi pasur një flukс jashtëzakonisht lartë shërbimesh, rreth 5400 shtyje janë bërë në spital. Për vitin që mbyllëm, Shumë mirë duhet. Nga që rinë në spitale? Shumë knaqë. Ha? Shumë knaqë. Shumë mirë duhet. Duhet së këtë, ha? Ndërkohë kemi edhe këtë pjesën e jashtme që do ta sistemojmë, kemi marrë angazhim bashkë me kompaninë ndërtuese që të bëjë edhe rehabilitimin e gjithë sipërfaqes jashtme. Po. Ndërkohë që godina maternitetit është nga ana ande dhe lidhen të dyja godinat, godina qendrore, godina maternitetit lidhen së bashku. Shumë mirë duket situata, ha? Edhe me spitali. Shumë faleminderit, respekte.